Problem, është problem edhe nuk po dek e zoti me të bëjë dëshmor. Po ton që dëshmitar me tregu diçka ashtu çush e përjeton njëri, çush e përjeton se ngjarjen e ki gjithë në kry. A ngjarje se po ngjarje ron. Njëzet e 4 vite më parë, komandanti legjendar Adem Jashari bëri historinë, duke u flijuar me gjithë familje për Kosovën. Kjo betejë para këtij lloji në historinë e njerëzimit u bë guri themeltar për çlirimin e Kosovës nga okupimi serb. Gjatë luftimeve më 5, 6 dhe 7 mars kanë rënë dëshmor 59 anëtar të familjes së ngushtë të Adem Jasharit dhe familjes së Xheri Jasharit të Prekazit të Ulët të Drenicës. Njëri nga të mbjetuarit e kësaj masakri, Ragep Jashari, rrëfen ngjarjet e 3 ditëve makabre në Prekaz. Këto festa janë shumë ndihshme, me qenë se kjo lodh ka dhënë shumë dëshmor, shumë artër. Festat e morsit na ngarkojnë pak, po jem krenar që kemi qenë pjesë e kësaj lufte, e kësaj ngjarje, se ky popull me shekuj ka vujt deri me ardhe kjo ditë, të kjo pambarësi, se festat e morsit ne kemi përjetuar me shpirt, se armiku serb ka bo krime, ka vra njerëz, ka vra fëmijë, pleq, tri, ka vra sabi, ka vra pleq dhe në mbi 80 vjeç, pas një arsye, veç jemi shqiptar, edhe inshallah, ky popull e kupton këtë ngjarje, e pret këtë ngjarje me shpirt, se është e madhe me thonë 56 njerëz dëshmor, po është dash dikur që të bëhet pjesë ose kurban e këtij shteti, këtij vendi, se ne kemi qenë pjesëmarrësi deri për këto lufte, po edhe pse kemi dhënë shumë, po jem krenar se komandanti legjendar është bon piknisje edhe përfundim i gjithë atyne shekuj që ka vujt ky popull që të vinë të kjo liri, të kjo pambarësi, edhe po shpresojmë që ka me qenë më mirë, po presim ditë më të mira, me shpresë deri më tani nuk pesha ashtu qysh kemi ndu, se ky popull ka vujt shumë, ka përjetu shumë, po inshallah fatbarësisht jemi të lirë, flasim shlirë, nuk rigohum, po duhet jem ma kompakt, ma unik, ma të bashku për me shku për para. Për më tepër Ragipi flet edhe për rastin atyre ditëve që ka qenë në kullën e Jasharëve, së bashku me Hamz Jasharin. Jam më fat që kam qenë pjesëmarrës i kësaj lufte, se do me thonë notën krititë 4 morsit, kam qenë lut, atë natë kam qenë në Roj me Bacen Hamz, 5-12-22, edhe gjatë asaj kohe, në erdhi një bashkëluftëtar, edhe tha po grumbulluan shumë forca në fshatin Tërnavs, nuk e morën fort tragjike, ka 6-65, ullum në këtë udhën e famshme, edhe pinim kafe me Bacen Hamz, bisedonim. Në gjatë asaj kohe, boni telefonat nga Drenasi, e tha, po vinë shumë forca nga Drenasi. Bacen Hamz dhe që të veshë i tha, në të vinë që 10 vjetë për i presëm. Masa ku e vodhe një telefonat nga Lausha, thanë që edhe këne i punë grupë dhe forca, gjatë sa thosë bisede, pikrish këne i Kambukeri, ka pjesa lindore, duli ty në tonë dhe i thash Bacen Hamz mësë biseda me ka kanë se sërbet erdhen, ato në dishin në Bacen Shaban, Osman Geci, ishin disa fëmijë halorat, kemi quje me përgadit, ashtu qysh nga ka imponu, kemi pas atë armatim që kemi dëzo pozicionet dikun ka 7-25, 28, ka kris pushka e par, edhe ka kris pushka e par e liris, edhe kemi luftu, ashtu qysh kemi mujt, sa kemi mujt, edhe fatbarësisht, një pjesë që kishëm fat, dullëm për kësoj lagje, unë e bashkimi Bilali Qemoli, një shekipi që ishëm ushtarë, du më thonë se jenë pështu edhe shumë tjerë, edhe është ky lumi shumë i cekt,
që në atë ku s'ka qenë kështu ndërtu, u bo shkaktar i shpëtimit tu, nashta Zoti ka dash me shpëtu, nashta ku familje me ko dëshmur të shu këtu, se është problem edhe nuk po dhekesh Zoti me të bo dëshmur, po të toke dëshmitar me të regu diçka, ashtu qysh e përjeton njëri, qysh e përjeton se ngjarjen e ki gjithë në kry, a ngjarje, se ka ngjarje ronë, po që kam i ba jetë e kakse. Po, ne me vedije shnush, jemi përgadit në këtë gjatë, plesh, 3 fëmijë, për me përjetu atë ngjarje. Neve na kanë dhënë kuraj, na kanë dhënë shpresë për luftë, për jetë, se fjallë më dhoja kanë lënë Baca Shaban, Baca Hon, e di 22 marsi, 22 janari, sulmi i dytë, kur Baca Shaban, këtu jemi din, edhe këtu do të desim, nuk kem ku shkruajm, jem autokton këtë vend, edhe nuk e shkruajm. Baca Hon tha, e dini në atë intervjiste kërë pa thonë, do të luftojmë me qahtu që kem, edhe do të vdesim për këtë vend, edhe që ashtu ndodhi. Është problem me morë një bindje, një vedije, ashtë fort për me sakrifiku me familje, 20 antarë Baca Shaban, po që shtu e ka lufta, armiku ka qenë i të mërshëm. Nga kjo luft, Ragipit ju vran 3 antarë të familjes. Në konvestrimin tim që e kom pa të regoj, që kanë duhet për kulle, se në kulle më kulle, që kanë duhet nga i poshtë nuk mujë me qenë se këtu kanë thonë shumë familje, jo veç Baca Shaban, në 5-6 dëshmorë. Kom thonë në 3 familjarë atë mirë që i kom pasë. Po du më thonë nonën, vlau, djali vlau, 18 vjeç, është në gjari e ronë, po luftë e ka që s'ki qka. Gjatë luftime, në mundicien, kemi pasat, jo dushëm, se s'kem mujti me bajt armatim për Shqipëria me kraper me përgadit, për me luftu, po ata që e kom pas gjatë luftime, ordë, të homës, po vjen të harune vetën, se këtu ka bo një luftë e të mërshme, edhe fati. Kem fillu, jem të rjek, kem ka du pikso pjesën tjetër, gradualisht ka dalë lëmë edhe për tjetër. është interesant qysh kemi shpetu, se ka problem me shpetu për kësaj lagje, po fati jeta që ka që asisui. Duke përmendur se mijëra shqiptarë u vranë e u masakruan gjatë viteve të rënda, Ragipi thot se ky vend e ka pritur gjatë lirin. Ky popull e ka prit me shekuj pamparësinë e këtij shteti, shtendartimin. Jemi fat që kemi prit këtë ditë. është ngjarje e madhe, pavarësia ose formimi i shtetit. Inshallah na e morëm tamam qysh duhet me ko shteti edhe punojmë për këtë shtet. Edhe pa ndalshëm, mos me kursy kur gjatë për me orët, për me ndërtu këtë shtet. Po shpresojmë që do të vinë ditë më të mira. Me Bacinatem kemi pasu në gjatë doljes periode, orë në atë ka kemi pasë një rrugë alternative me dollë për rrugë, periode edhe orë dhe tha burra erdita të regojnë armikut, sërbit, qysh liftuhet, qysh dheset për atë. Atë në konfjallë, në atë mëllë,